Gjithmonë është me ardhë në tabel edhe kujdes se këto je me notë. Për familjet e cilat ndoshta nuk i kanë pas kushtet aq të mira, tash i kanë fëmijët barabar me të gjithë fëmijët tjerë në shkollat me mësim tërditor. Jemi faktikisht lider në region e në Evropë, se s'ki nevoj me thirr gjyshin apo gjyshin me ta rujt fëmin, vjerën apo me pagu në nani apo në babysitter, po them, nuk është diçka që ne po e bëjmë për të ardhmen, është diçka që kemi bërë realitet. Kryetar, a mendon që reforma ose mësimi tërditor është një prej reformave më të mëdha që është bërë në Arsim, jo vetëm në Prishtinë, po në krejt Kosovën? Patjetër që po, mësimi tërditor është reformë masive e edukimit në kryeqytet për shumë gjona. Ne po i përmirësojmë kushtet për fëmijët tanë, pra përveç kurikulës standarde e cila mësohet në shkolla, në mësimin tërditor, tash në shkollat me mësim tërditor kemi edhe aktivitetet ekstrakurrikulare. Pse kjo është e rëndësishme? Është e rëndësishme në shumë dimensione. Më së pari, fëmijët tanë shkojnë tash në shkolla prej orës 7:45 mëngjes deri në orën 4 masdite, pra janë gjithë ditën në shkollë. Aspekti tjetër pozitiv është që tash edhe ushqim prej nutricionistëve të dizajnuar, pra edhe për familjet e cilat ndoshta nuk i kanë pas kushtet aq të mira, tash i kanë fëmijët barabar me të gjithë fëmijët tjerë në shkollat me mësim tërditor. Elementi tjetër pozitiv është që përveç kurikulës standarde e kemi edhe kurikulën me aktivitete shtesë, ku mësojnë fëmijët për art, kulturë, performancë, diskutime në publik, kodim, pra të gjitha elemente tjera që janë ngritin vetbesimin fëmijëve tonë, që krijojnë një fëmijë që ka vetbesim, e njerëzit që kanë vetbesim janë më të hapun, e ndihmojnë të tjerët, janë më kreativ, më inovativ, pra kjo është një investim i madh në shoqërinë tonë. Mas 14 shkollave me mësim tërditor edhe shumë ankesat prindve, cilat janë problemet kryesore që i keni evidentuar për mësimin tërditor deri tash? Faktikisht kemi 12 shkolla me mësim tërditor deri tash. Normal që çdo transformim i ka problemet e veta. Mirë po, përkundër faktit që është për them transformim masiv, problemet janë minimale. Ndër problemet ky që ndoshta në disa shkolla, për shembull kur është dashur me fuzionu 2 klasë dhe disa fëmijëve ju kanë ndru mësuesja. Ajo ka qenë një problem më i madh. Mirë po, gjatë transformimit tash 4 vjeçar tjetër ku të gjitha shkollat do t'i bëjmë me mësim tërditor, kemi marrë mësime të shumta, po them që ajo mangësia është aq minimale e elementet pozitive, domethënë ajo që fiton fëmiu është shumë më lartë në relacion me problemet e vogla të cilat i kemi. Pra fëmijët tanë tash fitojnë ashtu mësim në relacion me mësuesin, për shembull në one-to-one kam shumë kohë me mësuesen sepse ka më pak fëmijë në klasë. Po ashtu ka edhe kurrikul shtesë që tregova për shembull gjëra të cilat ata i kanë qef në hobi, për shembull ose art, kulturë, sport, apo kodim, apo prezantim kështu në publik, apo dramaturgji, skenografi e tjera. Gjitha këto janë elemente tjera shtesë përveç kurikulës standarde. A ka probleme me stafin, me numrin e stafit, sepse do të mushtu numri i stafit? A janë evidentuar ato probleme edhe a mundën mu mbulu? Po, patjetër që po, ne edhe kemi bërë kërkesë në nivelin qendror që të shtohet numri i stafit, për arsye që tash edhe Prishtina është rrit, pra kemi një zhvillim të kryeqytetit edhe kemi më shumë banorë në kryeqytet edhe si të tillë ne kemi na vijnë edhe numra shtesë. E po ashtu dhe si procesi transformimit në mësim tërditor, vijnë edhe staf shtesë, këtë kemi kërkuar dhe besoj që do ta marrim nga niveli qendror. Mirë po, për te saj, ne tash kemi kryer edhe bashkëpunime me organizata jo qeveritare, për shembull me klube sportive të cilët munden për shembull me shfrytëzu hapësirat e shkollave pas orës 4 pasdite. Në ndërlidhje na ndihmojnë neve para orës 4. Pra janë aty i trajnojnë fëmijët tanë ose organizatat jo qeveritare sportive, ose të artit e kulturës, ose të kodimit, ose po them po ndërlidhem edhe sektorin privat me sektorin publik, që të ketë një sinergji, të ndihmojnë fëmijëve tonë, e hapësirat tona pastaj ju ndihmojnë edhe atyne për me kry këto aktivitetet e tyne për te orarit të shkollës.
Kryetar, po du më ta bëni pyetje. Kurrikula e mësimit s'ka ndryshu. Po çka përfitojnë fëmijët prej mësimit tërditor, po njëkohësisht çka përfitojnë edhe prindrit prej mësimit tërditor? Kurrikula nuk ka ndryshu vetëm ashtu, tash kemi ekstra aktivitete kurrikulare pas dite, derisa para dite kemi kurrikulën standarde. Kështu që çka përfitojnë fëmijët, përfitojnë një orar të shtuar, përfitojnë ma shumë mësime, ma shumë mundësi për me shpreh veten në aspektin e artit, kulturës, dramaturgjisë, kodimit, programimit, pra çfarëdo që ata janë të interesuar në këto orët shtesë që i kemi si mësim tërditor. Këtë përfitojnë nxënësit, në anën tjetër çka përfitojnë prindërit, kjo është sikur me t'i dhonë 200-300 euro shtesë në muaj, sepse përveç që e dinë që i kanë fëmijët në hapësira institucionale të sigurt, të ushqyer me ushqim i cili është i dizajnuar prej nutricionistëve, të njëjtën kohë, pra nuk kanë çka me një farë ashtu probleme prej orës 7:45 mëngjes deri në orën 4, pra nuk kanë gajlos për fëmijët e tyre, sepse janë nëpër institucionet tona shkollore, ku janë të sigurt me mësime të kurrikulës standarde dhe ekstrakurrikulare, të ushqyer, pra me aktivitete tjera që ja ngrisin vetë besimin. Gjitha këto janë elemente tjera shtesë për të mirën e fëmijëve tonë, për të mirën e familjeve tona, pra që për ceka edhe një herë, sikur me t'i dhonë 200-300 euro shtesë, se s'ki nevojë me thirr gjyshin apo gjyshin me ta rujt fëmin, vjerën, apo me pagu në nani, apo në babysitter, po them, për me shikuar fëmijët, sepse i ke në institucione gjatë gjithë ditës, fokusohesh në punën tonë, nëse je duke punu, në edukim nëse je duke eduku, etj. Pra ka shumë ma pak stres, edhe shumë ma shumë përfitim. Që këtu kena ushqim fantastik, pra po i sheh që frita taze, portokalli, bashkë me sallatë mirë, me lakna, me kastravecë dhe me karrota, pak kryp, pak vaj të ullinit, të kënaq. Domethënë ushqim perfekt për fëmijë. Shumë testi dizajnuar për nutricionistëve, edhe këtu kemi oriz me mish pule, si asi që momenta ka marru nona, gjyshja, si të shikëm që të kënaq. Edhe normal me ashtu pak bukë, se pa bukë shqiptare nuk e hanë. Po, ta më puna. Kështu që boft mirë që një për ty këtu. Faleminderit shumë. Edhe faleminderit shumë ekipës. Shkojmë. Ashte, vazhdojmë. Kryetar, ushqimin e murëm, që ishna e përshkruve, tash edhe pe provojnë. Që po doket? Mirë. Sheshëm. Sheshëm është shumë. Edhe normal që këtu nashta e mësu për shembull me qitë pak si shumë kryp zakonisht në këto kuzhinë tradicionale, por këtu është i dizajnuar që me qenë i shëndetshëm. Ajo ki po them portokallin, një frutë, salatën tu me karrota, lakna dhe kastravec, orizin me pul, edhe shumë e shishme normal bukën nëse dhe me hangër, po këtë kanë fëmijët tonë çdo ditë ushqim të nxehtë, pra një shujt e kanë të nxehtë gjatë ditës, plus sneka masaj. Tregom për zgjedhjen e ushqimit prej nutricionistëve, që disa herë kena thonë prej nutricionistëve. Po çysh për zgjedhjet? A keni bëj jo një sistem të dizajnimit? Ose çysh ka ardhur deri te ushqimi që ju vjen çdo ditë në shkollë fëmijëve? Çdo ditë kanë diçka ndryshe. Edhe këto janë të gjitha të bazuara në vlerat e vitaminave, në vlerat ushqyese që proteinave, gjana të ndryshme të cilat janë të shëndetshme për fëmijët tonë, pra janë të menduar mirë dhe të dizajnuar që çdo ditë me pas diçka tjetër, diçka që ju ndihmon fëmijëve me qenë të shëndetshëm, edhe me qenë normal të ushqyer në mënyrën më të mirë të mundur. Edhe këtë e bëjmë, po them, çdo ditë ke ushqim të ndryshëm që me marrë një farë balanci
të shëndetshëm për fëmijët tonë. Më thonë po, në të gjitha shkollat të mësimit tërditor, i kemi kriju këto hapësira tjera shtesë, dikur i kemi renovuar, restauru hapësinat që s'kanë qenë të përdorura për shembull, dhe kemi transformuar në kuzhina, dikur sikur kjo këtu në shkollën e Gjelbërt, ku e kemi shtu, kretë kjo pjesë, kretë kjo hapësinë është një shtesë shkollës për me kriju një byfe të nivelive evropiane botërore, po e shihni që ke ndryshim të mirë, tavolina të mira, pra çdo gjë është e nivelit më të lartë mundën për fëmijët tonë. Kryetar, digitalizimi i mësimit. Krejt shkollat janë të mundu më bëu digjitale. Kur ta mërmenja që kë proces ka me përfundu 100%? Në është me ardhë në tabel, edhe kujdes e këto je me notë. Këto që të përgjigje e ki me notë. Tash me digitalizimi i shkollave në kryeqytet ka ndodhur, pra nuk është diçka që ne po e premtojmë për të ardhmen, është diçka që kemi bërë realitet. Secila klasë ka kurrikulum digjitale, secila klasë ka panela smart, sikurse kjo këtu, edhe po e shihni që këtu tash është për te shkumësit. Më thonë nuk është më shkumës, mund është me vizatu, me pastru, me rujt, edhe normal që elementi tjetër shtesë që mund është me bo këtu është me ndërlidh edhe me internet, me gjana tjera shtesë, pra me informata, me i rujt po ashtu në audiobooks, dokumentat të ndryshëm, me ndërlidh me bibliotekat të botës, pra për me marrë informata në secilën librari botërore, pra kemi qasje në informata kudo e kurdo. Edhe kjo është një element i avancum i shkollimit, pra këtu po i shihni edhe klasa është e dizajnuar më ndryshe se që ka qenë më përpara, pra jemi të fokusuar edhe në punë ekipore, sepse është me rëndësi shumë të madhe që fëmijët të mësojnë edhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, po elementi ky që po them që tashmë jemi për te shkumësave me panelat digjitale, po ju mësojmë për herë të parë edhe mësime për inteligjencën artificiale. Prishtina sot është e para prej 6 të parët në botë që në kurrikulën në shkollat tërditore kemi edhe mësimet për inteligjencën artificiale. Pra jemi për te çfarë do pritshmërie, jemi faktikisht lider në region, e në Evropë, e po them jemi të parët, 6 të parët në botë. Tregam sa shkolla tjera janë të ardhur për mësimin gjithditor, edhe me sa shkolla përfundon procesin. Tash e dini që kemi 12 shkolla deri tash, deri në 4 vitet e ardhshme kemi me pas të gjitha shkollat me mësim tërditor, jemi duke ndërtu 10 shkolla, 7 i kemi premtu, po 10 jemi duke ndërtu, 3 prej tyre kanë përfundu edhe 7 tjera janë në përfundim e sipër. Kjo ka më na ndihmu shumë që ta bëjmë këtë tranzicionin prej shkollës me 2 ndrime në shkolla tërditore. Jemi tash në diskutim edhe me bankat të tjera edhe për 5 shkolla tjera shtesë. Pra, përveç këtyne 10 që jemi duke ndërtu, 3 kanë përfundu edhe 7 në përfundim e sipër, i kemi në planifikim edhe 5 shkolla tjera shtesë. Edhe kjo e krijon mundësinë që secila shkollë të jetë me mësim tërditor, pra të kemi, po them tashmë veç kemi kurrikulum digjitale, kemi panela smart, po ja mësojmë edhe inteligjencën artificiale, e cila është në ndërlidhshmëri me kurrikulum tonë digjitale. Kemi shkollat ekzistuese, pra në këto 12 shkolla vetëm se po e bëjmë mësimin tërditor me ushqim të nutricionistëve. Kemi kurrikula ekstra ku i mësojmë për film, art, kultur, programim, kodim, sporte, që ndihmojnë në avancimin e mund të qeshëm të fëmijëve tonë edhe nga aspekti mental edhe fizik. Kryetar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë, kënaqësi.